Vazhdojmë tani me përgatitjen. Fillimisht do ta përgatisim bazën, pjesën e poshtme të ëmbëlsirës. Në njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 300 gram biskotat e bluara. Ne tek biskotat e bluara do të shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer në pluhur. Tani vazhdojmë në tenxhere që të shtojmë 2 lugë gjelle me kakao. Tani vazhdojmë që të shtojmë brenda 100 gram gjalp të shkrirë. Gjalpi nuk është shumë i nxehtë. Gjithashtu do të shtojmë edhe 150 ml me qumësht, ndërsa qumështi është i ftoftë. Vazhdojmë përzijem tani derisa të sigurohemi që kemi formuar një brum të butë, pra mos bëhet shumë i fortë, sepse do të forcohet shumë edhe ëmbëlsira. Prandaj qumështin e shtuam më pak, do të shtojmë nëse ka nevojë tani. Duke e përzier, do të na tregon vetë brumi. Njëherë do ta përzij pak me lugë, do të vazhdoj tani që përzierjen ta bëj me dorë. Dhe brumin për pjesën e poshtme e kemi gati. Duhet të formoni një brum të butë, njëjtë sikur kur përgatisim bombica, pra mos të jetë shumë i fortë. Marrim një pjatë ku do ta shërbejmë ëmbëlsiren dhe për t'ia dhënë formën, unë kam vendosur një kallëp të tillë. Dhe tani, pasi e kemi lëmuar mirë në të gjitha anët, e largojmë anësh, vazhdojmë që ta përgatisim mbushjen. Tani mbushjen. Fillimisht në një tikam kam shtuar 100 gram gjalp që të shkrihet. Kadaifin cilin do ta përdor vjen në paketim të gatshëm dhe në total na duhen 200 gram. Edhe pse është i fërguar, kjo është shumë i thatë, ju këshilloj që ta vendosni pak në gjalp dhe ta skuqni vetëm për 2-3 minuta, sa të futet gjalpi brenda tek kadaifi. Në këtë mënyrë do t'ju merr shije më të mirë ëmbëlsira. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar vetëm 2-3 minuta, sa të nxehet dhe të futet gjalpi tek kadaifi. Vazhdojmë tani tek kadaifi, shtojmë 350 gram krem fëstëku. Tani kadaifin me krem fëstëku, vazhdojmë shtojmë sipër dhe përhapim mirë. Tani do ta shkundim kështu disa herë, që të na bëhet i barabartë kremi në të gjitha anët. Tani për ta mbuluar sipër do të kemi nevojë për çokoladë. Në total do të përdorim 150 gram çokoladë të qumshtit. Mos përdorni çokoladë për gatim në këtë recetë. Këta shkrirë çokoladën do të përdorim 50 ml krem pana ose hopla për ëmbëlsira dhe e vendosim në avull që të na shkrihet dal nga dal. Dhe tani me çokoladën e shkrirë e mbulojmë tërë ëmbëlsiren. Përhapim me lugë. Tani, me pak krem fëstëku të shkrirë, vazhdojmë e dekorojmë sipër. Njëherë bëjmë kështu vija. Dhe tani, vazhdojmë dhe bëjmë kështu nga një vijë lartë, nga një vijë poshtë dhe krijojmë këtë dizajnin e bukur. Tani do të presim që ëmbëlsirat ftohet dhe të shtrëngohet, diku për afërsisht 2 deri në 3 orë në frigorifer dhe pastaj është e gatshme edhe për të vazhduar dhe për ta shijuar. Tani që është ftofur ëmbëlsira, vazhdojmë dhe e ndajmë. Unë do ta prej në copë sa pak më të mëdha. Ju mund ta preni gjithmonë sipas dëshirës së juaj.